Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku transmetimin e drejt për drejt me edicionin e lajmeve fillimisht nis me titujt kryesor. Një gazetar amerikan bëri të ditur se Departamenti Amerikan i Shtetit i kishte pohuar që Sali Berisha mund të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike përshëndet qëndrimin duke cilësuar të drejtë. Krime zgjedhore, SPAK jeton 35 denoncime kontrolle nga BKH në Shkodër. Arestohen në Dubai 3 të shumë kërkuar shqiptar bashkëpunëtor të Talo Çelës. Inskenoi vdekjen e tij dhe djegjen e trupit. Davide Pecorelli ekstradohet nga Italia. Universiteti Luarasi organizon konferencën më të madhe ndërkombëtare për drejtësinë, sigurinë dhe të drejtat e njerëzit. Filloi sot armë pushimi 3 ditor Rusi-Ukrainë, qytetet ukrainase zgjohen të qeta. Dështon edhe votimi i dytë për zgjedhjen e papës, kardinalët mbidhen sërish. Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me një njoftim të gazetarit amerikan Mark Caputo, i cili thotë se ka pyetur Departamentin e Shtetit mbi mundësinë e udhëtimit të Sali Berishës në SBA. Sipas gazetarit që punoi për agjencinë Axios, Departamenti i Shtetit është përgjigjur se Berisha mund të udhëtojë në SBA. E pyeta Departamentin e Shtetit për statusin e vizës së Berishës dhe më thanë se ai mund të vinë në SBA, shkruan gazetari në rrjetin social X. Nga ana e saj, Partia Demokratike ka përshëndetur këtë qendrim të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke theksuar se nuk ka qenë betejë për lirinë e Sali Berishës për të udhëtuar, por lufta e tij dhe demokratët për të drejtën e shqiptarëve që opozitën të mos e emëroj pushteti. E drejta ka vonuar, por është vënë në vend fal administratës së presidentit Trump, fitoria e të cilit i ka shërbyer botës së lirë me mesazhin e fortë të drejtë që u përsërit edhe në fjalën e zëvendës presidentit në Munich, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Amerika nuk është e panjohur me këtë skenar, siç e ka dëshmuar 4 vitet e fundit në gjuetin e shtrigave kundër presidentit Trump. Sekretari amerikan i Shtetit, republikani James Bucker, e pa thënë në sheshin Skënderbej 34 vite më parë. Liria funksionon, ajo funksionoi edhe sot, përfundon reagimin e saj Partia Demokratike. Gjatë mbledhjes të dhënave të Task Force-s në Shkodër, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani vuri theksin tek zbulimi i krimeve zgjedhore. Dumani tha se SPAK ka procedime konkrete për krimet zgjedhore dhe se pritshmëritë janë të mëdha. I kërkoi që lidhur me deklaratat publike për shitblerje vote, personat që bëjnë këto akuzat të thërriten për të bërë kallëzim dhe të mos neglizhohen si raste. 3 ditë larg ditës së zgjedhjeve të 11 majit, nga Shkodra, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani e ka vënë theksin tek zbulimi i krimeve zgjedhore, duke kërkuar shtimin e vigjilencës nga ana e SPAK dhe policisë. Dumani e bëri këtë deklaratë gjatë mbledhjes së Task Force-s, ku ishin të pranishëm drejtuesi i prokurorisë së Shkodrës, kreu i policisë vendore dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve ligjzbatuese. Sipas burimeve, mësoi se Dumani ka deklaruar se SPAK ka procedime konkrete lidhur me krime zgjedhore dhe se pritshmëritë janë të mëdha. Kreu i SPAK kërkoi që në rastet kur ka akuza apo deklarata publike për shitblerje votash, personat që bëjnë këto akuza të thirren për të bërë kallëzim në polici dhe prokurori dhe të mos neglizhohen si raste. Ndërkohë, gjatë mëngjesit të së njëjtës, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit me mbështetjen e policisë së Shkodrës kanë kryer kontrolle veprime hetimore në Malsinë e Madhe, Barbëllush, Bushat dhe Mjet për hetime zgjedhore që janë duke u kryer për këtë qark. Ndërkohë, SPAK ka konfirmuar se janë depozituar 123 kallëzime për krime zgjedhore, ku 35 prej tyre kanë kaluar në fazën e hetimit, duke u regjistruar si procedime penale. Për 22 është vendosur mosfillimi i hetimit penal, ndërsa 16 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë në prokuroritë e rretheve gjyqësore. SPAK njofton se 10 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë, për informacion shtesë ose për kryerje të veprimeve të para, ndërsa një material është bashkuar me një çështje tjetër ekzistuese. Sa i takon 35 procedimeve, 20 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga Policia e Shtetit, 8 janë nisur kryesisht nga SPAK, vetëm 3 kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetet të ndryshëm, 2 të tjera nga kallëzimet e subjekteve politike dhe 2 janë referuar nga prokuroritë e zakonshme. 29 procedime janë regjistruar për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje,
4 për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, një procedim për përdorim të funksionit publik për qëllime politike dhe një procedim tjetër për shpërdorim të detyrës. Do të shkojmë live në këto momente me zonjën Jozefina Topalli, e cila ka një takim me gazetarët. Më sa duket, po e bën pushteti i Tiranës. Dhe kjo e kthen në një problem jashtëzakonisht të madh, manipulimin masiv që po bëhet në Greqi, dhe përsërisim të njëjtën gjë, ne i kërkojmë kësaj rralle KQZ-s, e cila thotë që për mos përthyrjen e standardeve, të protokolleve të dërgimit, të kthimit dhe të dorëzimit të tyre do sankcionohen nën kontraktorët. Ne si forcë politike nuk jemi të interesuar në këtë moment për sankcionet, jemi të interesuar për të ruajtur integritetin, i cili nuk ekziston më. Kështu që në këto kushte jemi të detyruar që të përsërisim KQZ-s që kutit që vinë nga Greqia të trajtohen në mënyrë të veçantë dhe të mos bashkohen me vendet e tjera, me qenë se ne kemi dyshime të forta, të justifikuara për skemin e manipulimit të votës së shqiptarëve në Greqi. Njëjtën kohë vazhdoj të përsëris thirrjen ndaj OSBE-s Odirit që të ketë një vëmendje dhe fokusim të madh në atë që arponoll me manipulimin zgjedhor me votën e shqiptarëve në Greqi, edhe të njëjtën kohë i përsëris SPAK-ut kërkesën për të hetuar këtë skem që nuk ndodh në vendet e tjera, por ndodh vetëm tek vendi fshi, duke fyer në fakt dinjitetin dhe drejtën e posë. Thënë të gjitha këto, ne jemi të sigurt se pas 11 majit, Edi Rama nuk do jetë më kryeministër, sepse vota ndershme do bëjnë kthesën e madhe në Shqipëri. Faleminderit. Nëse keni ndonjë gjë konkrete? Po, nga aspekti juridik dhe ligjor, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të depozitojmë me urgjencë kërkesën që sapo parashtroi zonja Topalli, sa i takon ndarjes së votave dhe zarfeve me vota që vinë nga Greqia në kuti të veçanta. Nëse sot, kur vinë fletët e votimit, ato ndahen sipas qarqeve, ku do të numërohen më pas, ne do të kërkojmë tashmë që të gjitha zarfet e ardhura nga shteti grek të mbahen veç dhe të seleksionohen sipas zonave dhe qarqeve të përkatëse, pak rëndësi ka kjo, por të mbahen veç të gjithë zarfet që vinë nga Greqia, për të parë më pas, nëse do të rezultojnë ankimime apo problematika tjera, ato të mund të ndahen dhe nga zarfet që vinë nga shtetet e tjera. Kjo është një kërkesë që do të depozitohet më pas, me urgjencë në KQZ, po ashtu një kërkesë tjetër, të cilën do të depozitojmë, ka të bëjë me informacionin drejtuar KQZ-s për numrin e total të zarfeve me materiale e votimit të dërguara nga KQZ-ja përmes operatorit postar DHL në adresat e votuesve shqiptar të regjistruar në diasporë, numrin e zarfeve që janë ende të padorëzuara tek votuesit, sipas të dhënave të fundit, dhe numrin e zarfeve të kthyer mbrapsh në KQZ si të patërhequra nga zgjedhësit. Kjo pikë është shumë e rëndësishme, sepse nuk kemi informacion zyrtar, as në faqen e internetit të KQZ-s, sa janë këto zarfa të cilat zgjedhësit nuk i kanë marrë pas tentativës tretë dhe operatori ka qenë i detyruar t'i kthejë mbrapsh në KQZ. Bëhet fjalë për rreth 70.000 votues shqiptar të regjistruar në PER, të cilët ose e kanë marrë fletën dhe nuk kanë votuar ende, e kanë marrë votën dhe nuk kanë votuar ende, ose nuk e kanë tërhequr dot, nuk kanë arritur dot ta tërheqin zarfin, dhe ne nuk dimë se ç'bëhet me këta zgjedhës shqiptar. Kështu që për gjitha këto problematika do të bëjmë kërkesa zyrtare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit. Ndoqëm këtë konferencë për shtyp sërish në qendër të vëmendjes është diaspora, vota e diasporës. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një tjetër sesion bashkëbisedimi me ndjekësit në rubrikën e tij Sy më sy. Rama njoftoi hapjen e kapitujve të rinj të negociatave me Bashkimin Evropian, ndërsa komentoi dhe infrastrukturën në vend, ndërsa u shpreh sigurt për fitoren e 11 majit. Kryeministri Edi Rama e nisi bashkëbisedimin e tij me ndjekësit në rubrikën Sy më sy me një lajm të rëndësishëm në lidhje me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për të hapur. Pra, kemi hapur 16
hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për t'u hapur, dhe kam besim të hapim dhe ato 11 të tjera në tryezën e negociatave brenda këtij viti. I pyetur për rrugët dhe infrastrukturën në vend, Rama ju referua garës Giro d'Italia, që këtë vit nis për herë të parë nga Shqipëria. Turp rrugët janë cop, po. Turp rrugët janë cop. Rrugët janë cop, po si shpjegohet që Giro d'Italia për shembull e bën nisjen e madhe nga Shqipëria. Jo vetëm që nuk i gjetën rrugët cop. U impresionuam nga infrastruktura në Shqipëri. Në vim, Rama ju përgjigja dhe një komentuesi që e pyeti nëse do të fitojnë zgjedhjet. Ai tha se pyetja nuk është nëse, por sa do të fitojnë, duke vënë theksin te fuqia politike që kërkon për të përshpejtuar integrimin. Nuk është pyetja a do fitojmë. Pyetja është sa do fitojmë. Se a do fitojmë, kjo nuk është pyetja. Përgjigja është nuk ka diskutim që do fitojmë. Ajo që është pyetja është sa do fitojmë. Çfarë fuqie do të na jap një mëtej? Çfarë fuqie do të na jap populli shqiptar? To moralizoti përgjigje deklaratave të Edi Ramës ndaj tij duke i quajtur kryeministri një çyryk dhe se ai duhet përzën një orë më parë. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Elbasanin nuk la pa ironizuar edhe Taulant Ballën, teksa nuk harroi pa përmendur edhe Ervin Salianin. Vijojnë dhe bëhen edhe më të ashpra përplasjet mes kryeministrit Edi Rama dhe drejtuesit politik të Elbasanit nga radhët e PD të moralizoti. Pas deklaratave të kreut të qeverisë në drejtim të tij, mbrëmjen e së mërkurës erdhi edhe përgjigja e demokratit. Dje tha dy fjalë. Alizoti po ngatërohet me partinë e gabuar, në vendin e gabuar dhe me njeriun e gabuar. O çuni Kristaqit, po ne kemi kënaqësi të merremi me ish partinë e punës. Ne kemi kënaqësi të merremi në Elbasan me ty, me krimintat, me orden rdikuntat. Pastaj ka edhe një gjë. Ky do mbetet në historinë e kombit shqiptar njeriu i vetëm që në sheshin e Tiranës vuri kokën e tij. E keni parë që ka bërë një ndërtesë që ka formën e kokës tij? Tani unë do bëhem si ai. Atë formën e kokës e di vetëm ai si e ka dhe qytetarët e Tiranës. Si e shohin njerëzit botën? Dhe i famshmi kanë thot njerëzit botën e shohin siç janë vetë. Nëse je vetë çyryk, të duken të gjithë çyryk. Alizoti nuk i ndali ironit edhe ndaj Taulant Ballës. Kam dhe një kërkesë falje, sepse e ula pak regjistrin dhe i kërkoj ndjes intelektualit më të madh që ka prodhuar Shqipëria, që është Taulant Balla, i cili mund të jetë prekur nga ulja e nivelit politik. Gjithsesi, miq të nderuar, unë ju kërkoj ndjes juve, qytetarët e Elbasanit, po ndonjëherë njerëzve banal i duhet thënë se kush janë dhe siç janë. Drejtuesi politik i Elbasanit nuk harroi të përmendte edhe Ervin Salianin. Unë dua të përshëndes mikun ton, vllajin ton, që çyryku e burgosi Ervin Salianin, një fitore për Ervin Salianin. To moralizoti i bëri këto deklarata gjatë mitingut përmbyllës të opozitës në qytetin e Elbasanit. Ekstradohet nga Italia në Shqipëri biznesmeni italian dhe ish gjyqtari i futbollit Davide Pecorelli, akuzuar për inskenimin e vdekjes së tij në Puk mbi 4 vite më parë. Gjykata e Shkodrës e ka dënuar me 4 vite burg, ndërsa tashmë çështja ka kaluar në apel. Ai u mor në dorëzim në Rinas nga forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe u dërgua në një prej institucioneve të ekzekutimeve të veprave penale. Sipas vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Puk, ndaj tij është saktuar masa arrest në burg, si i dyshuar për veprat penale, mashtrim, dhunimi i varreve, shkatrimi i pronës me zjarr dhe kalimi i palishëm i kufirit shtetëror. Në mars të këtij viti, pas vendimit të marrë në gjykatën e Perugjas, edhe Ministria e Drejtësisë italiane konfirmoi ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Nga hetimi rezultoi se Davide Pecorelli skenoi vdekje në Puk për shkak të borxheve dhe falimentit të biznesit, ndërsa më pas u rikthye në Itali ku u gjet pas shumë muajsh. 3 persona të përfshirë në listën e të shumë kërkuarve në Shqipëri janë arrestuar nga autoritetet policore në Dubai. Arrestimi i tyre u bë në vazhdim të operacionit
Pas shkëmbimit të informacioneve dhe koordinimit të veprimeve operacionale me strukturave të policisë të shtetit dhe agjensive ligjzbatuese në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në pranga kanë rënë shtetasit Erviz Daka, Maksim Koçi dhe Aldo Gjika, të tre njihen si bashkëpunëtor dhe përkrahas të shumë kërkuarit Talo Çela. E tyre ishte caktuar nga GKK 1 vit më parë mas arrest me burg dhe akuzohen për vepra të ndryshme penale si vrasje me paramendim, mbetur në tentativë, sigurimi kushteve për të kryer vrasje, mbajtja pa leje armëve dhe municioneve, përkrahja e autorit të krimit, kryer si pjesë e grupit të strukturuar kriminal. Maksim Koçi akuzohet edhe për vrasje me paramendim, kryer për interes dhe akmarrje. 40 vjeçari Aldo Gjika akuzohet për përkrahjen e autorit të krimit, pasi për rreth 2 vite ka ndihmuar shtetasin Talo Çela, duke i krijuar kushtet e nevojshme për jetesë. Një elektricist ka humbur jetën dhe 2 të tjerë janë lënduar pasi kanë rënë në kontakt me rrymën elektrike. Ngjarja ka ndodhur në mesditë në Rëshen, ku 37 vjeçari Emiliano Bunga humbi jetën gjatë punës në një shtyllë elektrike. Sipas njoftimit të policisë, gjatë punës janë dëmtuar lehtë edhe elektricistët ZP 60 vjeç, TD 58 vjeç. Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Shkëputemi për publicitet, kthehemi pas pak. Këtë të premte, nga aeroporti i Vlorës është ngritur avioni i parë duke shënuar përfundimin e ndërtimit të tij. Kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti ishte i vështirë, sipas tij ambicia u rrit pasi imazhi i Shqipërisë u rrit ndjeshëm në të gjithë botën. Falenderoj të gjithë ata cilët besuan në këtë projekt edhe punuan për këtë projekt, që nuk ka qenë as pak i lehtë, për i vërtetës, ka qenë një projekt tejet sfidus, edhe mjafton të shohësh pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Kuksi lidhet tu sepse ka nisur puna prej kohësh dhe në janar është regjistruar zyrtarisht një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kukësit. Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare dhe këta 2 avion do jenë 2 avionët e krenarisë sonë të përbashkët. Banka e Shqipërisë ka shtrënguar kriteret për kredit për shtëpi duke vendosur nivel tavan të kësteve ndaj të ardhurave. Po ashtu janë përcaktuar dhe tavanët e financimit të kredis kundrejt vlerës së banesës si në lek ashtu edhe në valutë. Këshilli Mbikëqyrjes i Bankës së Shqipërisë vendosi në mbledhjen e të mërkurës disa masa shtrënguese për kredim bankare për shtëpi. Më konkretisht, vendimi parashikon përcaktimin e niveleve tavan për treguesit raporti kredis ndaj vlerës dhe raporti i shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave për kredit që japin bankat për pasuri të paluajshme rezidenciale. Raporti i kredis ndaj vlerës është përqindja e çmimit të blerjes së banesës që banka merr përsipër të financojë nëpërmjet kredis. Më konkretisht, këto tavane janë maksimumi i huas në raport me vlerën e kolateralit për monedhën lek do të jetë 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë ose për shtëpitë e dhëna me qira për monedhën lek. Kjo vlerë do të jetë 75% dhe 70%, 75% për shtëpinë e parë dhe 70% për shtëpinë e dytë ose ato dhënë me qira lidhur me monedhën në valutë të huaj për të shmangur riskun e kursit këmbimit. Po ashtu, Banka e Shqipërisë ka përcaktuar raportin mes këstit dhe të ardhurave mujore.
Po kështu kërsti ndaj të ardhurave si raport do të jetë në nivelin 40%, pra 40% do të jetë vlera e kësit ndaj të ardhura për monedhën lek dhe 35% për monedhën në valutë huaj. Kjo është për shpinë e parë, për lekun do të jetë 35% raporti kësit me të ardhurat, kurse për monedhën në valutë huaj do të jetë 30% për shpinë e dytë ose ato të dhëna me qera. Sipas Bankës së Shqipërisë, zbatimi i këtyre kufive do të mundësoj uljen e rrezikut të dështimit të kredimarrësve dhe paksimin e humbjeve bankare të lidhura me këto kredi. Sipas së zhvillimeve të pafavorshme në çmimet e pronave të paluajtshme dhe në kuadrin makroekonomik të vendit, si rritja e papunësisë, rënja e ardhurave, rritja e normave të interesit e të tjerë. Banka e Shqipërisë argumenton se këta kufi marrin në konsideratë dhe janë përshtatur për të adresuar në mënyrë proporcionale rrezikun, në varësi të tipit të pronës dhe monedhës në të cilën jepet kredi. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi për arritjen e marrëveshjes tregtare midis Mbretërisë së Bashkuar dhe SBA-s, duke thënë se marrëveshja është një marrëveshje plot dhe gjithëpërfshirëse. Përmes rrjetit të tij social, Trump ka shkruar se marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar është një marrëveshje plot dhe gjithëpërfshirëse që do të çimentojë marrëdhënien midis Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje tregtare me Mbretërinë e Bashkuar, duke thënë se kjo marrëveshje është e plotë dhe gjithëpërfshirëse. Përmes rrjetit të tij social Truth Social, Trump shkroi se marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar është e plotë gjithëpërfshirëse që do të cimentojë marrëdhënien midis Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për shumë vite që do të vinë. Ai më tej theksoi se për shkak të historisë sonë të gjatë dhe besnikërisë së përbashkët, është një nder i madh që Mbretëria e Bashkuar është njoftim i ynë i parë. Shefi i Shtëpisë së Bardhë po ashtu njoftoi edhe për marrëveshje të tjera pasuese që aktualisht janë në faza serioze të negociatave. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer e përmendi marrëveshjen këtë mëngjes duke thënë se bisedimet me Washingtonin kanë qenë në vazhdim. Pakti i mundshëm tarifor mund të ofrojë lehtësim të konsiderueshëm për industritë e makinave dhe farmaceutikës, por mund të mos e ndryshojë ndjeshëm ritmin e arritjes ekonomike britanike. Në këmbim të arritjes së një marrëveshje mbi tarifat amerikane, Mbretëria e Bashkuar ka të ngjarë të ulë disa nga taksat që ka vendosur për mallrat amerikane që hyjnë në vend. Qytetet Ukrainas u zgjuan të qeta mëngjesin e kësaj të ende pas hyrjes në fuqi të një armë pushimi 3 ditor shpallur nga Rusia. Raportohet se nuk ka patur asnjë sulm me drona apo raketa mëngjesin e sotëm pas disa netësh bombardimesh të vazhdueshme. Armë pushimi përkon me vizitën e presidentit kinez në Moskë dhe festimet e Rusisë për ditën e fitores kundër nazizmit. Qytetet ukrainase u zgjuan të qeta mëngjesin e kësaj të enjteje, pas hyrjes në fuqi të një armë pushimi 3 ditor i shpallur nga Rusia. Raportohet se nuk ka pasur asnjë sulm me dron apo raketa mëngjesin e sotëm, pas disa netësh bombardimesh të vazhdueshme. Megjithatë, forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se avionët rusë hodhën 2 herë bomba të telekomanduara mbi rajonin Sumi në verilindje të vendit, në orët e para të mëngjesit të së enjtes. Kryeqyteti i Ukrainës, Kiev, ishte i qetë në orët e mëngjesit, por nuk është e qartë nëse luftimet janë dalur edhe në vijën e frontit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin shpalli armë pushim 72 orësh për të përkuar me aktivitetet përkujtimore të 80 vjetorit të fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ai po mirëpret në Moskë presidentin kinez Xi Jinping dhe lider të tjerë për festimet e ditës së fitores më 9 maj që përfshin edhe një paradë ushtarake në sheshin e Kuq. Ukraina nuk e ka pranuar armëpushimin, duke theksuar se Putin e shpalli atë për të krijuar një përshtypje se kërkon përfundimin e luftës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi në një fjalim më 7 maj se alarmet për sulme ajrore kishin rënë në të gjithë vendin pas një nate me sulme të rënda. Kardinalët janë rikthyer në Vatikan për të zgjedhur papën e ri. Mbrëm në votimin e parë Tymizi doli nga Uxhaku i kapelës Sistin, tregues për mos zgjedhjen e papës, ndërkohë edhe paraditën e sotme nuk u arrit të zgjidhej kreu i ri i Vatikanit. Ende nuk ka favorit të qartë, megjithse kardinali italian Pietro Paroli dhe kardinali Filipinas Luis Antonio Tagle konsiderohen ndër pretendentët kryesor. Kardinalët e besimit katolik u rikthyen sot në Vatikan për të rifilluar votimin për zgjedhjen e papës së ri në konklavën më të madhe dhe gjeografikisht më të shumëllojshme në historinë e tyre.
Kardinalët e nisën të mërkurën punën thellësisht rituale dhe të fshehtë për emërimin e një udhëheqësi të ri për 1.4 miliard katolikët në mbar botën, por në mbrëmje tymi zi doli nga Oxhaku në çatin e Kapelës Sistine, gjë që tregoi se nuk u zgjodh papa i ri në votimin e parë. Kardinalët nisën votimin e dytë sot rreth orës 9 të mëngjesit sipas asaj që njoftoi më herët Vatikani, por tymi zi doli sërish nga Kapela Sistine. Tymi bardh do tregoi se Kisha Katolike ka përzgjedhur udhëheqësin e ri që do të zëvendësoj Papa Franceskun, i cili ndoroi jetë muajin e kaluar. Prej shekuj asnjë pap nuk është zgjedhur në ditën e parë të Këshillit, e njohur si konklava e fshehtë. Votimi mund të vazhdojë për disa ditë. Kardinalët gjatë ditëve të fundit kanë dhënë vlerësime të ndryshme për atë që kërkojnë tek Papa i ardhshëm, teksa disa kanë bërë thirrje për vazhdimsi me vizionin e Franceskut për më shumë reforma, të qenit të hapur. Të tjerë kanë kërkuar rikthim tek traditat e vjetra. Shumë kanë shprehur dëshirën për një papat më të parashikueshëm, të matur. Një rekord prej 133 kardinalësh nga 70 vende u futën në Kapelën Sistine në krahasim me 115 nga 48 vende në konklavën e vitit 2013, një rritje që pasqyron përpjekjet e Papa Franceskut për të zgjeruar ndikimin e kishës në rajone të largta me pak katolik. Ende nuk ka favorit të qartë, megjithse kardinali italian Pietro Parolin dhe kardinali Filipinas Luis Antonio Tagle konsiderohen ndër pretendentët kryesor. Ashtu si në kohët mesjetare, kardinalëve do të ndalohet komunikimi me botën e jashtme gjatë konklavës dhe Vatikani ka ndërmarrë masa të teknologjisë së lartë për të siguruar fshehtësinë, duke përfshirë pajisje që bllokojnë sinjalet për të parandaluar përgjimin. Për herë të parë në histori, Giro d'Italia do të zhvillohet në 3 etapat e para të saj në vendin tonë. Në ceremoninë zyrtare të prezantimit të ciklistëve mbrëmjen e së mërkurës në sheshin Skënderbej, ishte edhe ministra e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu që u ndal të fliste për rëndësinë historike të zhvillimit të një eventi kaq madhor në Shqipëri. Eventi historik i Giro d'Italia po afron. Teksa të premten do të startojë zyrtarisht edhe edicioni 108, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të ciklizmit botror. Giro d'Italia, që këtë vit vjen me risinë e zhvillimit të 3 etapave të para në vendin tonë. Mbrëmjen e së mërkurës u zhvillua në sheshin Skënderbej edhe prezantimi zyrtar i 176 ciklistëve që do të jenë pjesë e Giro d'Italias të ndarë në 22 skuadra, të cilët parakaluan përpara të pranishmëve. Prezente në këtë ceremoni ishte edhe ministra e Arsimit dhe Sportit, zonja Ogerta Manastirliu, që në fjalën e saj përshëndetse u ndal të nënvizonte rëndësinë historike për zhvillimin e një eventi kaq madhor për herë të parë në vendin tonë. Për ne Giro d'Italia përfaqëson një moment të rëndësishëm, sepse Giro d'Italia vjen për herë të parë në Shqipëri dhe ky është një moment historik për sportin shqiptar, por edhe promovimin e kulturës, turizmit dhe peizazhit shqiptar. Për ne është një nder i madh dhe jemi vërtet krenar që Giro d'Italia, Grande Partenza, vjen për herë të parë në Shqipëri dhe Shqipëria futet në hartën ndërkombëtare të aktiviteteve të këtij kalibri. Është një prej aktiviteteve që do të shoqërohet me shumë aktivitete të tjera kulturore e artistike dhe ju ftojmë të gjithëve për ta ndjekur dhe për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Sportistët pjesëmarrës përfaqësojnë 34 shtete nga 5 kontinente, me Italinë që ka numrin më të madh të ciklistëve plot 48, e ndjekur nga Australia me 18 ciklistë. Kujtojmë që nga 21 etapat e Giro d'Italia këtë vit, 3 etapat e para do zhvillohen në vendin tonë, konkretisht në 3 qytete, në Durrës, Tiranë dhe Vlorë, në datat 9, 10 dhe 11 maj. Prestigj Resort mirëpret në mjediset e tij pjesëmarrësit e ngjarjes prestigjioze Giro d'Italia që ndodh për herë të parë në Shqipëri. Ky resort modern, i rrethuar nga gjelbërimi dhe pranë brigjeve të Adriatikut, ofron akomodim dhe shërbim të klasit botëror. Mikpritja shqiptare dhe bukuritë natyrore kanë lënë bresa të thella tek ciklistët ndërkombëtar. Prestigj Resort, një nga destinacionet më të njohura e më të bukura turistike në Bregdetin shqiptar, mirëpriti pjesëmarrësit e ngjarjes historike Giro d'Italia, e cila këtë vit zhvillohet për herë të parë në Shqipëri. Ciklistët nga vende të ndryshme të botës janë akomoduar në Prestigj Resort në godinat me zgjelbërimit dhe detit, duke shijuar pamjen e mrekullueshme të detit Adriatik dhe freskinë e pishave shumëvjeçare. Një 125 pjesëmarrës, të cilët janë akomoduar në Prestigj Resort, shijuan këtë të mërkurë mëngjesin e parë në restorantin e tij.
Pjesëmarrësit e ekipit francez, spanjoll, italian dhe zvicerian do të qëndrojnë aty 5 net. Për shumë nga ciklistët, kjo është hera e parë që i vizitojnë Shqipërinë. Ata u shprehen të impresionuar nga bukuritë natyrore, shërbimi i shkëlqyer dhe qetësia që ofron Prestige Resort, duke e quajtur këtë eksperiencë të papritur dhe të jashtëzakonshme. Ata vlerësuan bukuritë e Shqipërisë dhe qëndrimin në Prestige Resort. First time I'm in Albania, I arrived yesterday. So far all good. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Jemi pranë detit dhe është diçka e bukur. Xhiro është një garë 3 javore shtetërore. Këtë vit e nisim në Shqipëri dhe të dielën në mbrëmje kthehemi në Itali. Është një garë shumë e bukur me etapa të ndryshme si ulje, ngjitje dhe etapa të ndërmjetme. Është një garë interesante dhe pres me padurim që ta nisim. Kemi shumë hapësirë këtu në Prestige Resort. Jemi këtu me 4 ose 5 ekipe dhe kemi hapësirë të mjaftueshme për automjetet tona. Dhoma të bukura pranë detit. Dje pata mundësinë që të bëj edhe vrap, pra jam shumë i lumtur. My first time in Albania, but I just arrived last night. Është hera ime e parë në Shqipëri, hera e parë që e shoh atë. Kam ende për të zbuluar. Deri tani shumë mirë. Në Giro d'Italia kam qenë 3 herë si garues, ndërsa tani është hera e dytë si drejtues. Kjo garë është me mundësi të shumta për ciklistët. Kam më pak se 8 orë në Shqipëri, por kur u zgjova, pash pamjen e detit nga dritarja, dhe të zgjohesh kështu është një ndjesi shumë e bukur. Yes, I am Italian, but I hear a lot. Jam nga Italia dhe është hera e parë që vi në Shqipëri. Është një moment shumë i rëndësishëm për ekipin dhe të gjitha ekipet e tjera. Jemi shumë të lumtur që e nisim këtë garë në Shqipëri, një eksperiencë shumë e bukur. Shpresoj që ekipi im të fitojë etapën e parë të garës. Është me shumë rëndësi për ne. Ne mboritëm këtu dje në mbrëmje, por për momentin mund të them që gjithçka mirë, dhomë mirë, ushqim i mirë. Është kënaqësi që qëndrojmë këtu me ju. Giro d'Italia në Shqipëri nuk është thjesht një garë, është një mundësi për t'i treguar botës bukuritë natyrore, mikpritjen dhe potencialin e jashtëzakonshëm që vendi ynë ofron. Prestige Resort me standardet më të larta të shërbimit është tashmë pjesë e këtij suksesi. Pasi do të shkojmë me zotin Rama live në Vlorë në një tjetër takim elektoral atje. Tirana që na çdo për pak vota, na ka çeduar edhe Dibra nga ato që parashikojmë. Jo, Tirana dhe Fieri. Edhe Vlorë na ka vënë nëndë. Tirana na ka çeduar Fieri. Edhe Vlorë na ka vënë nëndë. Tirana dhe Dibra, edhe ke Shkodra që marrë një palë. Nëse mirë. Ashtu do. Jo, do vëmë më mirë te. Do na bini në kafe. Do vim kamera këtu. E pin këtu. Do vim bashkë. Jo, se kemi një. Jo, do vim bashkë. E pin kafe. Do vim bashkë. Ne që e pin bashkë. Ne që e pin na falni, s'po kemi ardhur në unes. E kam marrë këtu ja. Marrë këtu se. Ka të mbrëm në Fieri që do shkojnë kuqtë. Po jo, po edhe Fieri, po edhe atje. Edhe atje kur isha atje, jo po më thuaj, ku të them, është ekskluzive e Kuqit. E ke dëgjuar kur thon këta të mediave ekskluzivja, filluan ata. E the mbajtje fjalën. Jo, s'kam qenë. Ka pasur tjetër në hotel. Po, ka qenë e ka dhe emrin ke pizzeta. Ajo lidi spontane, kjo latmuar që bash tu edhe janë estim që Tash ka ardhur në hotel zoti Kuçi, nga Kuç. Jo është lapërie sertë, ne për ty
rrugë qoftë zgjatëria. Ja dhe kismediot këtu. Jo, njërta, jo mëse zjedh me du qatë në kjo është kismediot, kjo është Faleminderit zoti kryeministër, mi se keni ardhur në Kuq, ju në harpun kohor të 5 vjetëve të fundit ju e keni vizituar 3 herë Kuqin. Për punët që kishit nisur dhe për para 4 vjetëve në këtë lokal, pikërisht në këtë vend, në këtë tavolin, ju keni nënshkruar fitoren e Partisë Socialiste, forcës më të madhe që drejton Shqipërinë. Ne i quajmë kontrata e Kuqit. Memorandumi bravo. Më falë edhe herë. Ne i quajmë memorandumi i Kuqit. Sot, përsëri, memorandum mirë kuptim. pas 4 vjetëve që ju vini... Rama ndodhet në Kuq të Vlorës, ndërkohë zoti Berisha ka një komunikim me gazetarët përmes kësaj deklarate. Amerikës i drejtuar nga sekretari i shtetit Marco Rubio shpreh qëndrimin e tij në përgjigje ndaj një gazetari të njohur se ai nuk përkrah dhe nuk mbështet vendimet politike, politizuese, apo qëndrimet politizuese të administratës Biden, në rastin konkret për Sali Berisha. Pra, në këtë mënyrë, Departamenti Amerikan i Shtetit i jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bën për një Shqipëri pa opozit nga Edi Rama në mendësinë e etërve të tij, George Soros dhe Anthony Blinken. Ky vendim i një rëndësie të madhe shkputjes dhe mospranimit të vendimeve politizuese, përpjekjeve të administratës së mëparshme që për shkak të lobimit korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit të ndëshkonin opozitën konservatore, përfunduan një lloj si ai që firmosi në aty ku e kanë vendin. Me këtë rast, unë falënderoj Departamentin e Shtetit, sekretari Rubio, administratën e re dhe presidentit Trump për këto qëndrime jashtëzakonisht të rëndësishme kundër vendimeve të ekstremit të majt, kundër vendimeve të forcave antidemokratike të majta në Shqipëri dhe kudo në botë. Ky vendim është gjithashtu një shpërblim i madh për të gjithë ata demokratë e demokrat që në kushtet më të pazakonta qëndruan për kauzën e drejtë, qëndruan për të vërtetën, e cila vonon dhe nuk harron. Ky vendim nxjerr edhe një herë në para shqiptarëve dhe botës fytyrën e shëmtuar të atyre që morën përsipër një akt të tillë që me vendime politike
të godisnin opozitën konservatore në Shqipëri. Dhe njëherë faleminderit. Drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me qënë se vendimi Departamentit Amerikan është që ju mund të udhtoni drejt këtij vendi. Tani, unë vendimin e mora vesh mram, një tërkohë që morë dhe ju. Unë nuk isha më një plan për udhtim, dhe natyrisht s'mund të them se do udhtoj këtë 2-3 ditë janë ditët e kulmit fushatës, por kjo është një sigurisht që në një kohë me të përshtatshme do kisha bërë dhe unë fushat, do kisha shkur, por përsëri ky vendim është nuk humbet vlerën, është një vendim jashtëzakonisht i çmuar. Anon Kello nga ABC News. Zoti Berisha, po ju vetë a e keni pyetur Departamentin Amerikan të Shtetit dhe çfarë përgjigje keni marrë? Unë nuk kam marrë asnjë përgjigje nga Departamenti Amerikan i Shtetit. As për këtë dhe për asgjë tjetër. Pyetja është, a ju është hequr non grata, zoti Berisha? Pyetja është se non grata është konsideruar vendim politik. Dhe është denuar, kjo është denim i atij vendimi. Është denim, se është tjetër kur shqyrtohet dhe bëhet kjo apo ai qëndrim, po e shpallur vendimet politizuara të administratës Biden. Është pa ekivok. Pra, është e pa shpresë. Esion Ekonomi Report Televizion. Gjatë kësaj periudhe, a keni kërkuar ndonjëherë vizë për në SBA? Urdhëroni? Kësaj periudhe, a keni kërkuar ndonjëherë vizë për në SBA? Unë kërkoj vizë? Jo, s'kam kërkuar vizë. Nuk kam kërkuar vizë. Unë nuk kam kërkuar vizë pasi kam lënë detyrën e kryeministrit në mos gabohem asnjëherë. Shumë faleminderit. Ju keni deklaruar se veç mas kontratës së lobimit në SBA, për zotin Lasivita do të keni një kontratë të mëvetshme që e paguan sipas jush Partia Demokratike. Me që jemi 3 ditë larg zgjedhjeve, a është e udhës të na tregoni për sa para janë marrë vesh dhe a janë paguar para deri tani për të? Edhe njerëz mora vesh të cilësh. Pra, ju keni thënë se për kontratën e lobimit me SBA nuk përfshim pagesën për këshilltarin tuaj Lasivita, për cilin keni thënë që ka një pagesë dhe një kontratë më vete. A mund ta dim sa është shifra parashikuar e rënë dakord me të për të paguar dhe është paguar ndonjë para për këshilltarin tuaj? Partia Demokratike ka një kontratë me Kris Lasivita absolutisht jo për lobim. Për këtë t'jeni 100% sigurt. Kontrata me Kris Lasivita është kontratë për konsulencë elektorale. Dhe këto janë të ndryshme në ligjin amerikan. Pra, kjo është e vërteta. Por, siç keni pa, çështja ime ka tërheq vëmendjen e 10 analizëve nga më të shquarit, me 10 shkrime dhe kjo, dhe këtu një gazetar përsëri, që unë nuk është se e njoh atë gazetar, më thonë që qenë ka korespondent në shtëpinë e Bardhë, është një gazetar që ka drejtuar një pyetje në zyrën përkatëse të marrëdhënieve publike, të Departamentit të Shtetit. Përpara se të votojnë të dielën, nuk është e drejtë ta dim sa kushton këshillimi me Lasivitan? Urdhëroni? Sa kushton shërbimi ose këshillimi i Lasivitas për ju? Nuk po kuptoj, s'po të gjë mirë. Pa atë fort. Lasivita nuk ka asnjë lidhje me këtë çështje. Urdhë, është pa. Po do paguhet patjetër për konsulencë elektorale. Sa është e gjitha, shiko. Çdo pagesë, çdo transakcion do të depozitohet në kohën e duhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve siç kërkon ligji. Por mos harroni, sigurisht Lasivita është personaliteti më i shquar në domenin elektoral që ka shkel ndonjëherë në Shqipëri. Dhe unë e kuptoj kurreshtjen e
normale të gazetarëve. Por këtu kompani konsulence ka patur gjithnjë dhe mund të kenë dhe 2-3 kompani, kjo është një standard normal sot për të gjithë. Kontrata do të depozitohet si që kërkon ligji dhe ju siguroj që është 100% e transparente dhe e pastër. Marsi Koreshi nga Syri Televizion ju thatë se nuk keni kohë të mjaftueshme në 3 ditët e mbetura për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas këtij qëndrimi të Departamentit Amerikan të Shtetit, por gjithsesi mendoni ju që ky qëndrim do të ketë një efekt zgjedhor, një ndikim pozitiv për Partinë Demokratike kur na ndajnë vetëm 3 ditë nga zgjedhjet e 11 majit? Faleminderit. Natyrisht nuk mund të them se ky qëndrim i ri nuk mirëpritet nga qindra mijëra shqiptarë. Sigurisht që mirëpritet, të cilët më besuan mua që ai ishte një akt politik korruptiv. Por tani edhe ata pak që mund të kenë mbetur, ndaj dhe i ftoj ata që të gjithë, të cilët u shmangen për një arsye apo duke besuar, duke patur qoftë dhe një dyshim të vogël se kishte diçka të vërtetë aty. Tani besoj se është koha të bashkohen dhe të mos votojnë as një forcë tjetër përveç Partisë Demokratike. Partia Demokratike me këtë vendim del se u ndëshkue për motive politike. U ndëshkue për motive politike me lobimin e zi korruptiv të Edi Rams, George Soros dhe tjerë. Dhe ky është një lehtësim. Ky është një thirrje për çdo demokrat e demokrat, për çdo opozitar, për çdo shqiptar. Edhe një pyetje të fundit zoti Berisha, meqense kryeministri Rama ka shpallur memorandumin e Kuçit dhe thotë se 11 maj do të marrë 78 mandate e pakta dhe 88 në një skenarin më optimist. Po memorandumi i Sali Berishës sa mandate? Planet e Edi Rams janë plane krejtësisht qesharake. Edi Rama është në ditë të fundit natë zyrë dhe i them që shqiptarët të kanë pre biletën, të pret me Gonigali, me Zipo të pret, me cilin je i lidhur si siamez në shtyllë vertebrore me te. Miru pafshim. Në shumë zotin Berisha, rikthemi dhe njërë të zotin Rama? Landit po e dhonë të shi. Landit. Bisha. Jo, s'ka Landit. Problem se diçka të bëjmë çkini. Landit, Rojes, së memorandumit. Memorandumeve. Ja, goja, shive të bukur është? Ha? Urdo. Ta gëzosh bërë. Në Kuç Rama bëri edhe projekcionin për numrin e mandateve, do të shkëputemi tani për publicitet, kthehemi pas pak nis programi i Drekës.